Bismillahirrahmanirrahim. Men amala amalan salihan أو ذكر والأنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. Thot Allahu i madhreshëm Kur'anin e tij famlart, kushdo që bën vepër të mirë, qoftë femër apo mashkull, duke qenë besimtar, ne do t'ja bëjmë një jetë të lumtur. Besimtar dhe besimtare. Dua të ndaj një ngjarje të vërtetë, e cila është ngjarje shumë interesante që nuk mund të rri pa e ndarë me ju. Për një besimtar që do ta lë anonim, i cili pastronte shtëpitë e Allahut, pra i fshinte ato, kujdesej për pastërtinë e shtëpive të Allahut, dhe më kishte treguar një ngjarje që me të vërtetë Walillahi alhamd, falënderimi takon Allahut, pa dyshim që vepër mirë të Allahut do t'i nderon këtë botë në botën tjetër. Ai pastronte shtëpitë e Zotit duke mos e ditur askush, vetëm Allahu te bareke ve teala. Dhe një ditë prej ditësh e pash me sytë e mi duke i pashtruar shtëpitë e Allahut, duke u kujdesur për to, dhe i bënte me shumë kënaqësi atë veprim. Dhe kur pash kush ishte ai njeri, la ilaha illallah, ishte një njeri shumë i ngritur, ishte një njeri që Allahu kishte dhënë shumë pasuri, ishte një njeri që Allahu kishte dhënë shpirt të madh, ishte një njeri që Allahu kishte lartësuar në këtë dunja, pa dyshim, po Allahu ja kishte bërë një shpirt fisnik bujar, që ishte me të vërtet me shenjat mëdha të besimtarit. Dhe ja bana një pyetje. Tha udhro hoxha. Thash, a ka kohë që i fshin shtëpitë e Zotit? Po tha hoxha, këto e din Allahu, tha. Unë e bëj, tha, këto me shumë qef, e bëj me shumë pasion, i pastroj shtëpitë e Zotit, në për fshatra, në për vende ku e di se ka nevojë, dhe shpesh herë kujdesem për to. Vetëm për të fituar kënaqësinë e Allahut dhe asgjë më shumë. Me të vërtetë, ato fjalë marrëten imanin, mashtun besimin, dhe e kuptova se veprat tona të mira, siç ka thonë edhe Zoti në Kur'an, na lartësojnë në këtë botë dhe në botën tjetër. Dhe ai vëlla që e bënte këtë veprim dhe këtë gjest, Allahu e kishte lartësuar në këtë botë. Dhe pa dyshim Allahu do ta lartëson edhe në botën tjetër. Ai mbi baza vullnetare, pra, ndante një ditë të javës dhe ju përkushtoi shtëpive të Zotit, vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit. Dhe jo për emër, dhe jo për titull, jo për grad, jo për t'ju treguar të tjerëve që unë kam bërë një gjë të tillë. Pra ai kujdesej për shtëpinë e Zotit vetëm për hir të Zotit. Pastronte oborrin e xhamis, largonte therrat, pastronte tepihin e xhamis ku njerëzit faleshin, dhe kujdesej ku nuk kishte njerëz aty, për të mos i penguar njerëzit gjatë kohës që falen. Ku ishte koha për të falë, ai vinte në saf dhe falej si një xhamatli i rregullt dhe i thjeshtë dhe modest. Andaj kjo ngjarje më shtyu në Ramazan të tregoj edhe rastin e një gruaje e cila kishte pastruar xhamin e Resulullahit ton sallallahu alaihi wasallam, e kishte fshi vazhdimisht. Dhe ajo ndroi jetë. Kishte qenë skllave. Mirë po, Allahu ja kishte lartësuar shpirtin e saj, kishte një shpirt besimtarje, ishte një grua fisnike që i kishte frikë vetëm Allahut dhe bënte vepra vetëm për fituar kënaqësinë e Zotit. Ajo kishte një shkallë të lartë, një grad të lartë tek Allahu te barekuhu teala. E a nuk na mjafton neve që ne të kemi grada të larta tek Allahu te barekuhu teala, kur dihet se ai është krijuesi jonë dhe i mbar njerëzve. Është krijuesi pasurisë të tija jonë, qiejt e tokë dhe çka ka ndërmjet tyre. Dhe kur ndroi jetë,
e kishin varrosur shokët e Muhamedit alayhis salam, e kishin kryer atë obligimin e varrimit, dhe Muhamedi alayhis salam po shef që nuk ndodhet më ajo dhe nuk xhamia nuk po pastrohet sikur përpara. E thot, ku është ajo që është kujdesur për shtëpinë e Allahut? E shokët i thanë, ja Resulullah, ajo ka ndru jetë. Dhe Resulullah sallallahu alaihi wasallam mbeti i shtangur dhe tha, pse nuk më keni treguar që t'ja fal xhenazën? Subhanallahi al-azim, ashabët, shokët i rrodhën krah, thanë, ja Resulullah, ne kemi varrosur ata. Dhe tha, me njëherë me tregoni se ku ndodhet. Dhe ka shku me kam të veta Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe është lut për të, o Allah, bëja një vend të lartë në xhenet kësaj gruaje e cila është kujdes për shtëpinë tënde, ja Allah, sepse xhamit janë Bejtullah, janë shtëpitë e Zotit. Xhamit nuk janë shtëpitë tona, po janë shtëpia e Allahut, që të gjithë ne duhet kujdesemi për këto shtëpi të Allahut, Bejtullah. Aty ku përmendet Allahu, aty ku madhërohet krijuesi. Pastrimi i shtëpive të Allahut, kujdesi për shtëpitë e Allahut, na lartëson të gjithë neve. Qofshim e u dhekerin wal untha, femër apo mashkull, qoftë ai njeri që kujdeset për shtëpinë e Zotit. Kjo është edhe një këshill për gjithë ata që jetojnë nëpër fshatra, që kanë afër shtëpitë e Allahut. Mos u kurseni. Shkoni, pastroni shtëpitë e Zotit vetëm për Zotin, se ato janë vendet bekume ku ne lutemi Allahut me familjet tona. Shkoni, pastroni shtëpitë e Allahut, se do gjeni mbarësinë familjet e juaja. Do t'u shpërblet Zotin tek fëmijët e juaj, tek familjet e juaja, te njerëzit e juaj që ju rrethojnë. Kujdeseni për ato shtëpitë e Zotit, sidomos këtë muaj Ramazan, qëndrojeni pranë shtëpive të Zotit, falni namazin, bëni dua, merrni pjesë në aktivitete të ndryshme, organizative, bamirëse, ndihmoni njëri të tjerëve, sepse Zoti ka thënë Kur'an, ndihmoni në punë të mira dhe ndaloni nga të këqijat. Dhe xhamia është shtëpi e Zotit ku ka nisur gjitha planet për me bën punë të mira për njerëzimin. Andaj, pastroni shtëpitë e Zotit, kujdesuni për to, mirëmbajini ato dhe bëjini ato me shumë kënaqësi dhe me shumë shpirt dhe me shumë zell dhe me shumë përkushtim. Dhe e drejtë e kujdesis për shtëpitë e Allahut janë ata që besojnë Zotin, janë pra besimtarët. Besimtarët duhet kujdesin për shtëpitë e Zotit. Që në një mënyrë, pra apo një tjetër, padyshim se ju do të fitoni në këtë botë dhe në botën tjetër shpërblime të mëdha. Do ta shihni rezultatin pasi ti veproni këto vepra, çka Allahu është i kënaqur me ta. Pra kujdesi për shtëpitë e Allahut do t'ju jap mirësinë këtë botë dhe në botën tjetër. Andaj, kjo është një apel, një thirrje që të kujdesini të gjithë nga fshati, dagja, apo kudo që jeni, kudo që banoni si xhamatli apo si popull, të kujdesini për shtëpitë e Zotit, por edhe për rrugën që jepni hakun rrugës, të mos hedhni mbeturina në rrugë, të mos hedhni bërllog në rrugë, therra e kështu me radhë, por ta pastroni rrugën, ta pastroni vendin ku faleni dhe të jeni besimtar të mirë dhe të sinqert në rrugën e Allahut te bareke ve taala. Thirrje për të gjithë pra që të kujdeseni për shtëpitë e Allahut. Kujdesuni për to dhe Zoti do t'ju shpërblej në këtë botë dhe në botën tjetër. Selamun alaikum.